Në vijim, shkrimi i tij plot, pas ombrellës së sigurisë amerikane, Kosova fiton hapësirë strategjike në dialog. Pozicionimi i Kosovës në rendin e ri gjeostrategjik global dhe roli i garancive amerikane. Ky shkrim përfaqëson një analizë mbi pozicionin strategjik të Kosovës në rendin e ri gjeopolitik dhe ndikimin vendimtar të garancive amerikane në lehtësimin e dialogut me Serbinë, si dhe ruajtjen e stabilitetit rajonal. Pozicionimi i Kosovës në kushtet e luftës hibride, rivaliteti te fuqive të mëdha dhe dialogu i garantuar nga Shtetet e Bashkuara, sot është dukshëm më i favorshëm se në të kaluarën. Përfshirja e Kosovës në ombrellën e sigurisë amerikane ka krijuar një realitet të ri politik, ku rreziku i cënimit territorial dhe destabilizimit të drejtpërdrejtë është ndjeshëm i reduktuar. Sistemi ndërkombëtar po kalon drejt një rendi të ri botror, ku rivaliteti midis fuqive të mëdha zhvillohet kryesisht përmes luftës hibride, sanksione ekonomike, presion diplomatik, kontroll teknologjik, luftë informative dhe operacione indirekte të sigurisë. Rrëzimi ose arrestimi i liderëve shtetëror, si në rastin e Venezuelës, tregon kufijtë e ndërhyrjes direkte. Përvoja nga Iraku, Libia dhe Afganistani demonstron se ndryshimi i elitës drejtuese pa reformim strukturor të shtetit shpesh prodhon destabilizim afatgjat dhe jo konsolidim institucional. Si pasojë, fuqitë perëndimore kanë kaluar nga ndërhyrja ushtarake drejt për drejt presionit të kontrolluar dhe negociatave graduale, një model që po institucionalizohet si praktikë standarde e menaxhimit të krizave në rendin global të sotëm. Ballkani mbetet një rajon në rëndësi strategjike mesatare, por me ndjeshmëri të lartë politike. Ai funksionon si zonë tampon midis NATO-s dhe influencës ruse, duke qenë terren i konkurrencës diplomatike mes perëndimit dhe aktorëve euroaziatik. Stabiliteti në rajon nuk është prioritet për shkak të peshës ekonomike, por për shkak të rrezikut të përhapjes së krizës, që mund të ndikojë në sigurinë rajonale dhe globale. Shqipëria dhe Kosova, dy realitete strategjike. Shqipëria ka avantazh strukturor si anëtare e NATO-s, me sovranitet të plot në fushën e sigurisë dhe integrim të konsoliduar perëndimor. Ky pozicion i jep fleksibilitet diplomatik dhe ujë ndjeshëm rrezikun e instrumentalizimit nga fuqitë e mëdha. Kosova nga ana tjetër ndodhet në një pozitë të mbrojtur, por të kufizuar. Ajo nuk është anëtare e NATO-s apo e OKB-s, ka pranitë të përhershme ndërkombëtare të sigurisë përmes KFOR-it dhe varet drejt për drejt nga garancitë amerikane dhe perëndimore. Gjithashtu, Kosova mbetet subjekt i dialogut të detyruar me Serbinë, duke u trajtuar më shumë si objekt stabilizimi se sa aktor i plotësimit të autonom. Angazhimi amerikan ndaj Kosovës është i shndrueshëm, por jo i pakushtëzuar. Ai mbështetet në 3 shtylla kryesore: ruajtja e stabilitetit rajonal, parandalimi e zgjerimi i ndikimit rus, mbrojtja e kredibilitetit të NATO-s në Ballkan. Në një rend multipolar, shtetet e vogla aleate mbrohen, por nuk lejohen të bëhen shkak për kriza. Stabiliteti global është më i rëndësishëm se interesat e ngushta të një shteti të vogël që është në mbikëqyrjen e fuqive të mëdha. Fuqitë e mëdha nuk u lejohet këtyre shteteve të veprojnë lirshëm nëse veprimet e tyre mund të sjellin konflikte më të mëdha, të prishin balancat mes fuqive ose të rrezikojnë paqen ndërkombëtare. Hapësira strategjike për qeverinë e Kosovës. Meqense Shtetet e Bashkuara e kanë përfshirë Kosovën në ombrellën e sigurisë dhe kanë garantuar se nuk do të ketë ndarje apo cënim territorial, prioriteti strategjik i kryeministrit Kurti duhet të jetë dialogu i drejtë për drejtë dhe i koordinuar me Washingtonin. Në këtë kuadër, ai duhet të rishikojë dhe të korrigjojë marrëveshjet paraprakje të trashëguara të ratifikuara nga qeveritë e kaluara, duke ruajtur sovranitetin dhe duke nxjerrë maksimumin nga këto tradhti në interes të shtetit. Vetëm përmes bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara mund të reduktohet ndikimi rus, të ulet rreziku i eksterritorialitetit për manastiret, të kufizohet kompetenca e zgjeruara e asociacionit dhe të shmanget çdo konfrontim i mundshëm në vijim.